Letërsia dhe historia u ndërthurën në një mbrëmje në Durrës. Aktiviteti erdhi në kullën veneciane, ndërsa ishte kushtuar Naim Frashërit. Gjithçka erdhi si një udhëtim poetik dhe emocional në botën e fjalës së tij, ku bën bashk arti i interpretimit, muzika dhe reflektimi mbi trashëgiminë e pavdekshme të poetit. O vëmthit e dëbuar, ju mëndjer më të frejni. Veç trupës së teatrit Aleksandër Mojsiu, veprat e Naim Frashërit erdhen për publikun edhe nga zërat e skenës Ylka Mujo, Endriçim Xhepa. Është vërtet kënaqësi që të lexosh, të recitosh vargjet e tij, aq më tepër që kemi një farë kohe që nuk e kemi recituar. Është dita e Naimit, të madhe të poetit tonit, dhe kënaqësi që lidhemi bashkë me kolegët e Durrësit në këtë mbrëmje të këndshme poetike. Me këtë aktivitet u synua edhe njohja e brezit të ri, me vlerat e rilindjes kombëtare.